Gazetari Ertan Hoxha e përshkruan ngjarjen e vrasjes së gjyqtarit në gjykatën e apelit si një moment i paprecedent në 113 vjet histori e shtetit shqiptar dhe e lidh ngjarjen drejt për drejt me dështimin e institucioneve. Hoxha thekson se ekzekutimi i një gjyqtari në sallën e gjyqit thyen çdo rekord kombëtar dhe rrëzon aureolën mbrojtëse që mban shtetin në këmbë, duke e bërë ngjarjen më shumë se një krim të izoluar. Në reagimin e tij, Hoxha kritikon ashpër mënyrën se si qeveria dhe institucioni i drejtësisë kanë menaxhuar sigurinë dhe komunikimin publik. Ai vënë në dukje reagimin e kryeministrit, i cili sipas tij u shfaq duke kërkuar ashpërsim ligji për armët pa leje dhe duke fajsuar sistemin e drejtësisë për tolerancë ndaj barzëve të paligjshëm të armëve. Për Hoxhën ky është reagimi i papërshtatshëm dhe i pamjaftueshëm. Gazetari akuzon gjithashtu se dështimet në menaxhimin e sigurisë dhe të reformës në drejtësi për cilën kryeministri shpërfaqet si ideator kanë krijuar një klim ku krimi sulmon vetë themelet e shtetit. Hoxha përfundon me një thirrje të fortë për përgjegjësi institucionale dhe një reflektim të thellë publik. Ai kujton qeverisë veprimet e saj të kaluara përfshirë përdorimin e forcave gjeniere në raste shpërthimesh dhe pretendimet për leje në përdorimin e dhunës dhe pyet retorikisht se kur do të përgjigjen për pasoja. Reagimi i tij kthehet në akuzë politike dhe moral nga tabloja e mediave dhe ngres si prioritet rikthimin e besimit publik përmes hetimeve të plota dhe ndryshimeve në menaxhimin e sigurisë së institucioneve të drejtësisë. O baba i kombit zbrit nga lartësia si për qellore e tribunës VIP të Santiago Bernabeut se nuk mbulohet dielli me shosh, është thirrja e gazetarit për kryeministrin Rama.